Byrek me lakra edhe me presh. Hej, njerëz të bukur si po kaloni. Po ky byreku është, mos e pyesni. Tani në fillim neve do lajmë një herë spinaqin, kuptohet, edhe do presim preshët edhe qep të njoma. Do t'i skuqim një çik në fillim, preshët hodhëm një herë të para që të skuqen, edhe qep të njoma, edhe një qep të thatë, se jep shije të mirë. Pastaj do presim këtë që kemi këtë thamë, spinaqin do ta presim, edhe do ta hedhim edhe atë që të skuqet pak me gjithë të tjera, dhe në fund do t'i hedhim kopër, majdanos, çfarë të doni juve nga këto erëza, çfarë të pëlqej juve, neve këto na pëlqejnë. Edhe se jam shumë shije të mirë, edhe kuptohet që do hedhim edhe djathnë të brenda. Përzierja është gati si shikoni, del, mos e pyesni. E tani si shikoni do vë motrën që ta vejë, siç kuptuat të video është e vjetër, kur ishte motra këtu po në kisha arritur që ta postoja, jo se na erdhi tani, pa të kishte ardhur këtu një byrek të tillë sot, o njerëz se di si e doja, që thoni sot këtu te neve temperatura është -5 gradë, dhe është plevitia, e bën shumë ftohtë, që kështu një byrek do ishte, mos e pyesni, shumë i mirë. Shikoni sa i mirë që doli. Po. Dredhanike e themi neve, nga që është dredha. Të tjerë e thonë rethanik, rëndësi ka që deli shishëm edhe i shkëlqyeshëm, jo se si quhet. E vum të piken 80 gradë, u bë mos e pyesni. Ç'të hash, po, shumë i shishëm tani që e shkoj në video. Ciao, të kaloni bukur.